Roma është pushtuar nga zhurma karakteristike e motorëve, ngjyrat e pafundme dhe atmosfera e një feste që bashkon breza të tërë. Entuziastët e Vespas nga gjithë bota janë mbledhur në kryeqytetin italian për të festuar 80 vjetorin e skuterit, që u kthyer në një ikon të lirisë, stilit dhe udhëtimit. Rreth 25.000 Vespa kanë mbushur rrugët historike të Romës në një paradë spektakolare, ku morën pjesë nga plot 67 vende të botës. Nga modelet më të vjetra deri te versionet më moderne, çdo motor mbart historinë e tij, ndërsa çdo pjesëmarrës një pasion që nuk njeh kufi. Parada, kulmi i aktivitetit Vespa Roma 2026, 80 vjet ikon, kaloi pranë Koloseut, Piazza Venezia, Altare della Patria dhe forumeve perandorake. Përgjatë itinerarit, mira qytetarë dhe turistë duart trokitën, fotografuan dhe filmuan kolonën shumëgjyshe që dukej sikur kishte kthyer Romën në një muze të gjallë mbi dy rrota. Në Foro Italico, Stadio di Mare, Vespa nuk është thjesht një mjet transporti, është një simbol që prej 8 dekadash mishëron elegancën italiane, shpirtin e aventurës dhe dëshirën për liri. E krijuar nga kompania Piaggio në vitin 1946, ajo bë një nga simbolet e rilindjes së Italisë pas luftës së dytë botërore dhe më vonë pushtoi ekranin e madh në filmin e famshëm Roman Holiday, që nga ajo kohë më shumë se 20 milion Vespa janë shitur në mbar botën, ndërsa skuteri legjendar vazhdon të prodhohet dhe të udhëtojë në rreth 100 vende. 80 vite pas lindjes së saj, Vespa vazhdon të ndezë të njëjtin entuziazëm. Në Rom nuk festohet vetëm për vjetorin e skuteri, festohet një stil jetese, një pasion që bashkon kontinente dhe një ikon që vazhdon të frymëzojë miliona njerëz. Për disa ditë, kryeqyteti italian është shndruar në zemrën që rren në ritmin e Vespës.